Jemi rikthyer dhe siç ju lajmërova, tani kam këtu mjeshtrin e meditimit, Sheki Huseini, nuk ka shumë nevojë për prezantim sepse të gjithë ju e njihni në fakt dhe prej asaj që pash edhe tek pyetjet që më dërguat, sigurisht që ju e ndiqni dhe hap pas hapi në të gjitha trajnimet në fakt edhe që ai shkon, por dua të potencoj sigurisht që është i vetmi i licencuar për hipnoterapi dhe meditim, që është në fakt licencuar pikërisht në Oshë të Indis, në shkollën më prestigjioze dhe më të njohur sigurisht për meditim. Përshëndetje, mund të drejtohem Sheki ose mjeshtër, si të drejtohem? Si të ndjesh, mjeshtër, Sheki. Mjeshtër, më mirë. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit, faleminderit shumë që ndatë kohë, shumë kënaqësi për mua. Faleminderit për ftesën, ish kënaqësi që ta pranoj ftesën edhe të jem tani prezent dhe pjesë e kësaj energjie. Faleminderit shumë edhe që sollët edhe vazhdoni të sillni edhe energjinë, sepse besoj që jo vetëm për mua, por për të gjithë ato që na ndjekin do të jetë një lloj meditimi, s'kam dyshim në këtë. Të fillojmë pak me pjesën e meditimit, sepse shpesh njerëzit meditimin e shohin në mënyra të ndryshme. Dikush e mendon se është një qetësi, dikush thotë që unë meditimin e gjej mbase në punë, në sport, në natyrë, por ju thoni që meditimi, të paktën nga ajo që kam dëgjuar, thoni që meditimi është jo për të qetësuar mendjen, por për ta kuptuar në fakt mendjen. Çfarë do të thotë në thelb kjo? Po, shiko, është edhe për njërën, edhe për tjetrën. Pra nëse ne nuk arrim ta qetësojmë mendjen, e kemi vështirë ta kuptojmë. Sepse mendja nuk e din kur është bollë. Dhe vazhdon në mënyrë konsistente brenda përditshmërive në jetën tonë të prodhoj me mira mendime. Kështu që së pari duhet qetësuar mendjen dhe kur e qetësojmë atëherë fillojmë edhe ta kuptojmë punën e saj, ligjet e saj, se si ajo funksionon. Ndërsa nga ana tjetër meditimi është një dhurat, unë kështu më pëlqen ta quaj më tepër, nga Perëndia, nga krijuesi i madh, domethënë nga ajo instanca që neve na ka krijuar, që ne ta njohëm më mirë veten, që ne ta eksplorojmë veten dhe të lidhemi, respektivisht të ju referohemi pjesëve të mëdha në jetë, siç janë kush jam unë, për çfarë kam ardhur këtu, cili është misioni im, çfarë talentesh kam sjellur me vete, ta dëgjojmë atë zërin e brendshëm. Meditimi ka kryekëput të bëjë me punën e brendshme, punën me veten. Dhe nga ana tjetër është po ashtu një mundësi i meditimi që ne të menaxhojmë atë trekançin e famshëm nga i cili jemi ndërtuar, që quhet mendje, trup, shpirt. Pra njerëzit që meditojnë kanë po ashtu edhe aftësi që ta menaxhojnë energjinë e tyre, ajo që ndodh në trupin e tyre dhe të mundësojnë që ajo energji të rrjedh lirshëm dhe të ketë një harmoni të brendshme konsistente. Duke qenë se ju e thoni që meditimi është një dhurat, a do të thotë kjo që çdo njeri në fakt çdo njeri e ka aftësinë për të medituar, apo? Pikërisht. Secili njeri mund të meditojë dhe me që i referohemi tani kësaj drejt për drejt, meditimi nuk vjen nga Kina, India, lindja e largët, nuk ka të bëjë me asnjë fe. Meditimi, pra është një dhurat që na është dhënë neve në dispozicion, që ne të punojmë në mënyrën e duhur me veten, duke njohur botën e brendshme. Sepse nëse nuk do ta implementonim meditimin në jetën tonë, nëse nuk do meditonim, ose nuk do lejonim të ndodh meditimi, ne nuk do kishim mundësi të dëgjojmë se çfarë na thot brendia jonë. Ne nuk do kishim mundësi që ta kuptojmë gjuhën e trupit dhe simptomet e tij, i cili vazhdimisht flet me neve. Dhe po ashtu nuk do lidheshim me burimin e brendshëm dhe me atë instancën më të lartë, të përhershme, që nuk ka as fillim dhe as mbarim, dhe ajo është shpirti. Shpirti ka gjithmonë për të na thënë diçka, shpirti e din rrugtimin tonë, e din saktësisht se për çfarë kemi ardhur këtu dhe pret që ne ta dëgjojmë. Por shpirti nuk mund të dëgjohet nëse së pari nuk qetësohet mendja. Dhe kjo është në fakt sfida më e madhe. Për ta dëgjuar shpirtin, kusht është që ta qetësojmë mendjen. Dhe kur mendja qetësohet, atëherë shpirti fillon të flasë. Dhe mistikët na thonin, kur shpirti fillon të flasë, ai përdor një zë që nuk ka fjalë. Domethënë një zë që nuk ka fjalë. Është ajo gjuha e qetësisë. Por e cila pastaj me kalimin e kohës fillon të konvertohet në situata, në takime me njerëz, me ide të papritura. Të gjitha këto kanë të bëjnë që ti të qëndrosh në misionin tënd, në linjën tënde, dhe ajo më e bukura që është universale,
të krijojsh një ekuilibër, një balans në jetë. Dhe kur ke një ekuilibër në jetë, atëherë ti mund të shumë lehtë të punosh me veten, ta kuptosh veten më mirë dhe të jesh i dobishëm, edhe për veten, por edhe për shoqërinë, për familjen, për njerëzit e tjerë kështu me radhë. Për rreth nesh, sigurisht. Thatë që sigurisht do ta qetëson një herë mendjen për ta dëgjuar shpirtin. A është mendja më e zëshme se shpirti në të gjithë ne dhe të pyes pak edhe çfarë ndodh me trupin, me mendjen, me shpirtin e njeriut kur mediton rregullisht? Ndryshimet janë shumë të mëdha, qoftë në aspektin e shëndetit mendor, fizik dhe shpirtëror. Kur ne meditojmë, do të thotë njëkohësisht ne e disiplinojmë mendjen. Dhe një mendje disiplinuar do të na shërbejë neve më mirë. Dhe ajo është më kreative, është më inovative dhe ajo na mundëson pastaj që ne të navigojmë më lehtë në labirintin e jetës. Dhe gjithmonë kur një mendje qetësohet, ajo është më e frikshme dhe është kusht që ne ta qetësojmë mendjen, sepse nëse nuk arrin ta qetësojmë mendjen, ajo ka një veti që ta përsëris vetën dhe fillon të përsëritet. Dhe shkenca ka konstatuar se gjithmonë kur ne qetësojmë mendjen, pas asaj ajo vjen me mendime të freskëta. Gjithmonë do vi me mendime të freskëta, gjithmonë do vi me ide të reja, ashtu thonin edhe shkencëtarët, filozofët, thonin mendojmë vazhdimisht për një çështje, për një problem, për një sfidë dhe nuk e gjejmë zgjidhjen. Në momentin kur qetësohemi, e qetësojmë mendjen, pas asaj vjen zgjidhja. E vërtet. Kjo në fakt ndodh, po shpesh ndodh edhe tek të gjithë. Besoj që të gjithë ne edhe shikuesit që na ndjekin e kanë provuar këtë pjesë. Në momentin që jemi të stresuar, në momentin që jemi të ngarkuar, nuk mund të gjejmë zgjidhje për asgjë, por më pas e kuptojmë që zgjidhja mund të ketë qenë shumë e lehtë. Bravo, mjafton që ta qetësojmë mendjen dhe atëherë ajo dhuron më shumë nga potenciali që ka, ndërsa trupi përfiton edhe më tepër. Trupi që nga fillimi ka ardhur në ekzistencë, pra në jetë, respektivisht që nga barku i nënës, me një inteligjencë hynore, universale, për ta mirëmbajtur dhe shëruar veten. Sfida kryesore është mendja. Kur mendja interferon, atëherë kjo inteligjencë dobësohet ose tërhiqet një hap mbrapa. Dhe në momentin kur ne qetësojmë mendjen, aktivizohet kjo inteligjencë, pra për ta mirëmbajtur dhe për ta shëruar trupin. Sepse trupi jonë din të shëroj veten në mënyrë eksplicite, në mënyrë të përkryer, dhe nuk ka shkuar trupi në universitet, në shkollë, por është një inteligjencë që e ka sjell me vete. Kusht është që mendja mos interferoje me mendimet e saja vazhdimisht aty. Dhe kur ndodh pra ajo gjendja meditative, në atë moment mobilizohet i tërë trupi në shërbim të shërimit, të krijimit një harmonie të brendshme që ne në shkencën spirituale e quajmë shëndet, ndërsa shkenca konvencionale e ka quajtur homeostas, aftësia e trupit për të shëruar veten. Benefitet të panumërta. Sigurisht. Pra po thoni sigurisht që edhe shumë sëmundje, sepse flasim për meditimin si shërim, edhe shumë sëmundje vjen pikërisht nga mendja, sepse trupi jon ato sëmundje mund le të themi, por nëse mendja jon nuk është e qetë, shkaktohen këto pikërisht vinë edhe për trupin këto sëmundje, shkatrojnë edhe trupin në fakt. Definitivisht, mendja është jashtëzakonisht e fuqishme. Edhe një nga kushtet bazike në jetë është të kuptojmë mënyrën se si mendon mendja, të kuptojmë natyrën e mendimeve, sepse mendimet negative neve mund të na çojnë deri në një shkatrim total. Pra mendja mund ta sëmurë trupin, por po ashtu e njëjta mendje mund edhe ta shërojë trupin. Varet nga ajo se si ne do ta përdorim mendjen. Kjo është e para, edhe e dita është që nëpërmjet meditimit ne mësohemi që ta përdorim mendjen. Dhe nëse nuk do bënim meditim, nëse nuk do ta eksploronim veten, nëse nuk do lidheshim me veten, mendja do vazhdonte edhe më tej vazhdimisht të na kontrollojë. Dhe nëse ne do ngelemi në kontroll të vazhdueshëm nga mendja, atëherë natyrisht nuk do ndodhte edhe ajo që përmendëm më parë, shërimi, homeostaza, njohja e vetes, lidhja me burimin. Kjo do ishte ajo që neve do të na pengonte, edhe natyrisht mendja është e influencueshme, e ndikueshme nga jashtë, nëpërmjet programeve të ndryshme, bindjeve, besimeve, edhe ajo krijon konceptet e saj dhe këto koncepte pastaj neve na mbajnë peng. Të çlirohesh nga mendja është
fitore, një triumf shumë i madh. Dhe një gjë në këtë kontekst duhet ta përmendi se mendja e njeriut nuk e ka për detyrë dhe nuk është e destinuar që neve të na bëjë të lumtur. Ne nuk mund të presim lumturi nga mendja. Funksioni i mendjes është që të na sigurojë mbijetesën. Mendja për mbijetesë, por jo për lumturi. Dhe këtu ndodh një diskrepancë, një konfuzitet se shumica e njerëzve e kërkojnë lumturinë në mendjen e tyre. Mendja nuk krijon lumturi. Kjo më erdhi që ta përmendi kështu. Po ku ta gjejmë lumturinë atëherë? Nëse nuk mund ta gjejmë në mendje, ku ta gjejmë lumturinë? Si ta gjejmë? Duke qenë se flasim për të gjitha këto, sepse pyetja më e shpeshtë që bëhet në këto raste është si ta gjejmë lumturinë, si ta gjejmë qetësinë. Shiko, lumturi, shumë pyetja më pëlqeu, jo si ta krijojmë lumturinë, sepse mendja është e dinake dhe thot, ok, ble kët, takoju me kët, bëj kët famë, kët karrierë, nëse do kesh biznes, nëse do kesh një grua apo burr të mirë, miqësi të mirë, edhe ti atëherë do jesh i lumtur. Por të gjitha këto janë të përkohshme. Pra si ta gjejmë lumturinë, që do të thot, lumturia është dhe ne duhet ta gjejmë, duhet ta aksesojmë. Le të referohemi mendimtarëve më të mëdhej deri tani. Ato thonin kështu, lumturinë është shumë vështirë ta gjesh. Pra e kishin pranuar këtë, është shumë vështirë ta gjesh. Nuk është lehtë ta gjesh në vetvete, por e pamundshme ta gjesh diku tjetër. Kështu që ne jemi të detyruar domosdoshmërisht që ta kërkojmë lumturinë në vetvete. Dhe për ta aksesuar lumturinë, ne duhet së pari ta qetësojmë atë barierën e madhe që na pengon ta aksesojmë lumturinë. Dhe ajo është mendja. Kur mendja qetësohet në nivele të thella të qetësisë, ti e kupton se në sipërfaqe del një lumturi pa kushte dhe ti mahnitesh thua, wow, nuk ndodhi asgjë, po jam i lumtur sikur e tërë bota më takon mua. Është një gjendje që nuk mund ta blesh me gjithë paret e botës. Pra, a ka të bëjë edhe ajo pjesa se e thatë ju që duhet ta pranojmë diçka, duhet ta pranojmë këtë që ne duhet të gjejmë lumturinë, të gjejmë tek vetja, ka të bëjë pranimi, a është një pjesë më e madhe e gjithë kësaj? Bravo, më jep përshtypjen se je shumë mirë e përgatitur në këtë. Po, pranimi, sepse shiko, hapi i parë i transformimit shpirtëror, i transformimit të qenjes sonë është pranimi. Dhe tani, le t'i referohemi anës kundër të kësaj, mos pranimi apo e kundërta e pranimit është refuzimi. Kur ne refuzojmë ndryshimin, atëherë krijojmë stres. Dhe kjo ndodh te shumica, te mbi 90% e njerëzve e refuzojnë ndryshimin, pra nuk e pranojnë atë që ndodh. Janë në statusin e refuzuesit përherë dhe të refuzuarit e ndryshimit, që është një e vërtet absolute, krijon automatikisht stres. Ndërsa pranimi të mbron nga stresi. Pranimi të fut në atë rrjedhën e ekzistencës, rrjedhën e jetës, edhe ti do t'i kuptojsh gjërat më mirë. Kur i refuzon gjërat, atëherë ti krijon tension të brendshëm dhe çdo tension i brendshëm është një ushqim i drejt për drejt për stres. Do të flasim sigurisht, do ndalemi edhe tek stresi, sepse ju stresin në fakt e keni quajtur edhe si nëna e gjithë këqijave, por t'ju pyes një herë në rastin e meditimit, kur është ajo arritja më e madhe që keni gjetur mbasi atë qetësinë ose meditimin, a është në momentin që e mbyllim syt apo në momentin që në fakt hapim syt dhe atëherë ndjejmë që ne në fakt kemi gjetur atë qetësinë? Shiko, mund të përmendi një gjë se deri tani kanë triumfuar njerëzit ose kemi qenë falenderues për njerëz të ndryshëm në historinë tonë që na kanë mësuar t'i hapim syt. Tani ka ardhur epoka e kohës se si të mësohemi të mbyllim syt. Edhe unë mendoj se herojt e së ardhmes do jenë ata herojt të cilët do t'i mësojnë njerëzit se si të mbyllin syt. Pra mjaft jemi marrë me botën e jashtme. Të fillojmë të merremi me botën e brendshme. Dhe në momentin kur ne i mbyllim syt, ne e kemi hapur portën për të shkuar drejt destinacionit që quhet meditim. Unë do përmendi një dhuratë që do ndodh për secilin që do meditojë në mënyrë të rregullt, sistematike, të vazhdueshme. Është se e para, nuk do ngelesh pa shpërblim. Nëse bën diçka si duhet, ti nuk do ngelesh pa shpërblim. Do vijë shpërblimi në një moment të caktuar. Po si do duket ai shpërblimi? Ja do ta them tani. Vjen një moment kur ti e kupton se ti nuk je mendja, po të menduarit ndodh në ty.
Dhe në të njëjtën kohë vjen edhe ajo ndjesia ku ti e kupton se, wow, unë nuk jam trupi, unë banua kam në një trup. Unë nuk jam identifikuar me trupin, nuk kam thënë asnjëherë unë jam trupi, kam thënë unë kam trup, unë kam mendje, nuk e thonë ti unë jam mendje. Dhe nga ky moment fillon një transformim intenziv i qenjes tënde. Nga ky moment fillon të ndryshoj mënyra se si do ta perceptosh jetën. Në fakt fillon të ndryshosh nga brenda. Kjo është e rëndësishme. Edhe të menaxhohet mbase edhe ai stresi, apo stresin të cilën ne kemi sigurisht. Eksakt, stresi menaxhohet dhe menaxhimi i stresit do të thotë të rrisësh aftësinë për të përballur në mënyrë të suksesshme me ndryshimet që i sjell jeta. Jeta do sjellë gjithmonë ndryshime. Edhe di çfarë sjell jeta në mënyrë të vazhdueshme, frikëra të ndryshme, pasiguri. Nëse do të pyesje mua tani, çfarë është gjëja më e pasigurt në ekzistencën tonë? Unë të thoja jeta. Sepse unë tani duke folur mund ta lëshoj trupin edhe nuk e kemi të sigurt jetën ne. Dhe sa më tepër që i referohemi asaj që të krijojmë siguri në jetë, o me pasuri, o me famë, o me karrierë, o me të mira materiale, po aq më të tensionuar dhe ngelim, sepse çfarë sigurie totale sinon? Ilmie, nuk ekziston siguria totale, por ajo që është më e rëndësishme është të kuptojmë se ekziston e tanishme, momenti i tanishëm. Dhe meditimi është aftësia për të mësuar, për të kënaqur me tani dhe këtu, me momentin e tanishëm. Dhe ne themi në shkencën spirituale se momenti më i rëndësishëm në jetën e çdo njeriu është ajo që ndodh tani dhe këtu. Dhe këtu ka një anashkalim se mendja e njeriu, thash, është dinake dhe na mëson që të mendojmë se momenti që do vi në të ardhmen është më i rëndësishëm se sa ky momenti. Dhe ne fillojmë të besojmë dhe qëndrojmë në sipërfaqe të jetës dhe kur kemi situata ku ne mund të marrim maksimumin nga ato situata, ne arrijmë në periferinë e tyre, sepse në brendin ton ka një besim se prit pak, momenti që do vi, ati do përkushtohet më shumë. Por edhe ai momenti tjetër kur do vi, ti tani më je trajnuar që të qëndrosh në sipërfaqe të gjërave, edhe nga ai moment i shumë pritër, ti nuk do marrësh maksimumin, do qëndrosh në sipërfaqe të saj. Dhe kështu mund ta jetosh jetën si miliona njerëz, por vetëm horizontalisht. Por jeta nuk është vetëm horizontale. Jeta është më e këndshme kur e jeton edhe në mënyrë vertikale, kur futesh në thellësi të saj. Aty janë thesaret. Edhe në praktik ne e dim, thesaret nuk janë në ajër, po duhet të minierën të hapëm edhe të shkojmë në thellësi të tokës dikundi. Të rëmojmë. Dhe të rëmojmë dhe parimisht sa më thellë, aq më shumë thesare dalën. Edhe ne sa më thellë në vetvete shkojmë, aq më shumë dhurata marrëm nga ato që i ka deponu dikush aty, i ka magazinu. Ne vetëm duhet t'i aksesojmë. Sigurisht. Më pëlqeu shumë sigurisht këtë që e thatë dhe jo rastisht e nisa edhe me thënien tuaj në fillim të emisionit, e nisa me thënien tuaj që ajo që ndodh sot, ajo që bëjmë sot në fakt është ajo që ka më shumë rëndësi, sepse me të vërtet ndonjëherë ne këtë e anashkalojmë, e themi, por nuk e vendojmë në praktik, megjithatë kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Unë dua t'ju pyes sepse ju në një trajnim që kam qenë disa ditë më parë sigurisht që ishim, ju e përmendet që nuk ekziston as e kaluara, nuk ekziston as e ardhmja. Edhe dua të pyes në fakt, si mund dikush ta lërë të kaluara nëse nuk është shëruar plotësisht nga një e kaluar? Si mund të themi që ekziston vetëm e tashmja kur nuk jemi shëruar në fakt nga e kaluara? Duke e praktikuar meditimin, ne e kuptojmë se ajo që ne e quajmë të kaluar ekziston fal ekzistencës së memorjes. Fal kujtesës so. Nëse ne nuk do kishim kujtes, memorje, ne nuk do dinim se ka pasur të kaluar. Pra e kaluara është produkt i mendjes. Sepse memoria rezulton nga mendja. Edhe e ardhmja ekziston për arsye se mendja imagjinon se si do bëhen gjërat e sa mirë do ta kem ose sa keq do ta kem e kështu me radhë. E kaluara dhe e ardhmja ekzistojnë vetëm për mendjen. Për trupin nuk ekziston as e kaluara as e ardhmja. Për atë ne mendjen mund ta çojmë në kaluarën kur jemi martuar, fejuar, dita e parë në shkollë, e kështu me radhë. Edhe për në të ardhmen, për sukseset e për atë që do ndodh dhe mund të kënaqemi nëpërmjet imazheve që krijojmë. Po trupin ne nuk mund ta çojmë as dje, as nesër. Trupi është gjithmonë prezent në tani dhe këtu. Për atë është shumë e rëndësishme se çfarë mendojmë.
Sepse nëse mendojmë për gjërat të këqija që na kanë ndodhur në të kaluarën, për traumat, për zhgënjimet, për tradhtit, për gjithçka që mund të ecim përpara, po. Po, nuk mund të ecim përpara dhe ne sëmurim trupin. E di pse? Sepse trupi, atë që ti mendon se ka ndodhur në të kaluarën, aje përjeton se ndodh tani dhe këtu, dhe shkenca ka vërtetuar një gjë shumë specifike. Nëse ti për shembull zemrohesh tani për diçka ose për shkaku i dikuj në të kaluarën sepse të ka zhgënjur për diçka, në trurin tonë mobilizohet ose aktivizohet një zonë e cila po ashtu aktivizohet kur ju shtron trupit dhunë fizike. Pra zemrimi për diçka që ka ndodhur në të kaluarën është i barabartë me dhunën fizike të drejt për drejt që ju shtrohet trupit. Edhe trupi pastaj fillon të mbrohet, fillon të prodhoj kortizol, kortizoli krijon një gjendje stresi brenda, dhe kjo gjendja është gjendje e cila duhet të mirëmbahet, edhe trupi don ta mirëmbajë këtë gjendje dhe merr nga bruto energjia që ka në dispozicion deri në 70% për ta mirëmbajë stresin, kështu që ngelin vetëm 30% energji për ta mirëmbajë këtë sistemin tjetër që duhet të krijoj, të na avancoj përpara, për të mësuar, për të studiuar, për të qenë i lumtur. Në absorbohet 2/3 të energjisë vetëm shkaku i kësaj që ne merremi me të kaluarën. Në meditim, ti e kupton se as e kaluara, as e ardhme nuk ekzistojnë. Janë produkte vetëm të mendjes. Ajo që ekziston është prezenca, që tham tani dhe këtu, pafundësia. Po e potencoj në mënyrë eksplicite për të gjithë besimtarët. Edhe unë kam qenë besimtar, tani jam dietar, tani e di se ka Zot. Për të gjithë besimtarët, nëse dëshiron të takosh hinoren, pafundësinë, Zotin, ti duhet të shkëputesh nga e kaluara dhe nga e ardhmja. Zoti gjendet në tani dhe këtu. Dhe kur ti lidhesh me tani dhe këtu, me pafundësinë, atje e kupton se Zoti është i gjithkundi. Në tani dhe këtu nuk ka lokacion, nuk ka as nisje as mbarim. Po ka totalitet, ka gjithësi. Dhe gjithësia është Zoti. Pra Zoti është gjithandej, por jo në mendjen tonë. Zoti është në zemrën tonë, është në shpirtin tonë. Se janë instanca të shkrira në njërën me tjetrën. Dhe kur jene tani dhe këtu, ti po ashtu e kupton se nuk ka ndarje. Në qetësi të thellë, aty është ai prezenca absolute, ti e kupton se ndarjet i ka krijuar mendja. Mendja si nevojiten këto fragmentet e ndarjes, këto analizat, gjykimet, vlerësimet, interpretimet, fragmentimet. Këto janë mekanizma, vegla me të cilët mendja punon. Dhe mendja e ka krijuar ndarjen. Por do të them edhe një gjë, ku ka ndarje ka sherr. Dhe sa më shumë ndarje të ketë, aq më shumë përplasje. Ndarja gjithmonë është mundësi për fillimin e një konflikti të mëvonë. Ku ka ndarje, ka potencial për probleme, për sherr, për konflikte. Për atë në ligjin universal, ligji i parë, parimi i parë është, pra në ligjet universale, parimi i parë është ligji i unitetit. Në ekzistencë, gjithçka është një. Unë edhe ti, ne në nivele të ndryshme jemi të lidhur me njëri tjetrin. Ne nuk jemi të ndarë. Po për mendjen e cila e krijon formën, dimensionin, hapësirë dhe kohë, thotë oketia që unë jam këtu. Po në nivele mistike, në nivele spirituale, në nivele kozmike, hynore, ne nuk jemi të ndarë. Ne jemi një. Dhe po ta kuptojmë këtë dhe një meditues i rregullt e kupton këtë, ai atëherë nuk ka pretendime fare, respektivisht ai nuk ka energji, do them me fjalorin e thjesht, për të bërë keq tjetrit, sepse din se atë që ja bën tjetrit është një farë që ti e mbjell, që e njëjta të ndodh ti më vonë. Do me thonë, kam përmendur në disa intervista, edhe në tetove përmenda, ditë se tjetri nuk ekziston. Pikërisht këtë në fakt desha të pyet se çfarë do të thotë kjo kur thoni që në mistik tjetri nuk ekziston. Po, sepse e largojmë ndarjen. Nuk ka, ne vim nga i njëjti burim. Neve në ka krijuar i njëjti Zot, i njëjti krijues i madh. Tu nuk jam aq shumë, le të them, i lumtur ose i kënaqur edhe me konceptin e feve të ndryshme. Secila fe e llogarit Zotin të veten. Sa më shumë fe të ekzistojnë, aq më shumë ndarje ekzistojnë. Zoti nuk i pranon ndarjet. Është vetëm një Zot.
edhe se cili që predikon ndarje, se cili që predikon urejtën, se cili që predikon më mirë dhe më keq, unë mendoj se ai nuk vibron me fuqinë hinore. Ai operon, ligjeron, predikon nga niveli mendor. Po e them edhe njëherë, po e përsëris, Zoti, hinorja nuk ka të bëj me mendjen. Mendja ka të bëj me njerëzit, por jo me Zotin. Nëpërmjet mendjes ti nuk mund ta kuptosh Zotin. Askush se ka kuptuar Zotin nëpërmjet mendjes, por nëpërmjet qetësisë. Pra nëpërmjet meditimit, sepse qetësia është gjuha e Zotit. Gjithçka tjetër është vetëm një përkthim i keq. Pa u mësuar të qëndrosh në qetësi, pa u mësuar të lidhesh me tani dhe këtu, ti nuk do të takosh hinoren, nuk do të takosh Zotin. Dhe çfarë do thot takimi i Zotit? Takimi i Zotit do të thot të kuptosh se Zoti nuk është në qiell. Të ishte në qiell do ta gjenin zogjt. Po. Nuk është as në det, të ishte në det do ta hanin peshqit. Zoti është brenda teje. Zoti është në zemrën tënde. Dhe zemra, Ilmia, ke menduar ndonjëherë, është i vetmi organ i cili dëgjohet kur punon. Tik, tik, tik. Ati është Zoti. Shumë e vërtet në fakt, jo shumë e bukur kjo që po thoni, sepse edhe vetë besimi mendoj që nuk është atë shumë në mendje sa është në shpirt, apo? Se është në shpirt, për atë unë... Paktën ashtu e shoh unë. Shiko, për atë thash pak më parë, unë kam qenë besimtar. Në kohën e gjyshës time isha besimtar, se gjyshja vazhdimisht më friksonte. Duhet besosh në Zot, Zoti është në shtatin qiell, edhe ne nuk mbaj Ramazan, edhe ne nuk bë këtë, ne nuk u fale, ne nuk lexu Kur'an. Ai zarmi i xhenemit është, madje nuk o vetëm zjarr, është në katrani ziti, në atë katranin dhe bësh, edhe mundohet gjysha është mundu të më mbjellje frikët. Fatmirësisht nuk e kom pas frikë Zotin nga fillimi, nuk e di pse, ka qenë një cilësi, kvaliteti brendshëm, thoshe, po pse ta kem frikë Zotin? Mos thuaj ashtu, se do të dëgjojë saj. Zotin duhet ta ketë secili frikë. Dhe atëherë kam qenë besimtar. Besoja se, okej, ka Zot. Sot më nuk besoj se ka Zot. Sot e di se ka Zot. Unë e ndjej prezencën e Zotit tek ty, tek unë, tek kafshët, tek shpezët, tek era që ma prek lëkurën, te rezet e dellit, në rezën e dellit, në ato fotonet mrenda, edhe aty është Zoti. Ne themi në Kur'an, Zoti është gjithkundi. Ati ku ti ke mundësi ta ndjesh prezencën e tij, aty është ai. Dhe nuk ka distancë mes neve dhe Zotit. Është dikundi, nuk o Zoti dikundi, ai është gjithandej. Edhe dikur rash edhe me atë dakord, po jo nga të mësuarit, nga ndjesia, pas një meditimi thash, wow, deri tani unë kam menduar se Zoti na shikon neve nga jashtë. Atje kuptova se Zoti shikon nga brenda dhe jo nga jashtë. Kjo është një ndryshim shumë i madh tek unë. E tani e di se ka Zot, e di se ai shikon nga brenda, e di se ai është gjithkundi dhe e di se ajo që është e bazike për ata që e shijojnë prezencën e Zotit ka të bëjë me dritën dhe dashurinë. Nëse në zemrën tënde nuk ka dashuri, ti je shumë larg Zotit. E vërtet. Ai që predikon urrejtjen, ai që predikon ndarjen, ai s'ka lidhje me Zotin. Dhe kjo është një vet test, autotest. Sa i mirë jam unë me Zotin. I lën ritualet anësh. Ritual mund të bëj secili, po ulë dhe mbylli sytë në krarorin tënd, aty ku reki motori disa mijëra herë në ditë. A ka vend për urrejtje dikundi? A ka vend për xhelozi, hakmarrje, smir, ndarje, kritik, mlef? Po, nëse ka ti nuk je akoma i pastër. Nuk pranon Zoti ti me urrejtje. As me muhabete, as me korrupsion. Fatmirësisht nuk kemi mundësi ta korruptojmë Zotin, sepse qenia njerëzore dhe Zotin të kishte korruptuar. Shumë e vërtet, në fakt ju edhe keni thënë edhe diçka tjetër që ka qenë shumë e bukur sigurisht, që keni thënë që një buzëqeshje mund të, le të themi, mund të aktrohet, një fjalë e mirë që ja thoni dikujt mund të mos mendohet, dikush mund të mos e mendojë atë gjë por ja thot. Mirë, po energjia në fakt është ajo edhe që nuk mund të korruptohet, nuk mund të manipulohet, le të themi. Mjeshtër, do vazhdojmë sigurisht në bisedën këtu, sepse do dalim edhe tek pyetjet e publikut, ka shumë pyetje interesante që besoj që do të marrin përgjigje dhe shumë gjëra të bukura në fakt përmes këtyre pyetjeve do të thuhen këtu, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, e më pas rikthehemi më njëherë.
Jemi rikthyer dhe tashmë është momenti ku do të lexojmë edhe pyetjet të cilat i keni drejtuar tek ne, edhe sigurisht mjeshtri do t'ju përgjigjet të gjitha pyetjeve. Ka pas shumë pyetje, nuk e di nëse do të arrijmë që të gjitha mbase ti flasim me detaje, megjithatë do mundohemi që ato të cilat kanë qenë pak të ngjashme ti përmbledhim në një përmbledhje. Ka pas me të vërtetë shumë pyetje, kur e kam bërë lajmërimin edhe në rrjetet e mia sociale, njerëzit që ju ndjekin dhe në fakt ka pas shumë njerëz që e kanë ndjekë edhe punën tuaj, më kanë thënë që ta përshëndesni shumë edhe mjeshtrin, sepse ka pas me të vërtet njerëz që ju ndjekin dhe kanë dashur që sigurisht marrin një përgjigje. Do filloj me pyetjet. Unë duat pyetjen e parë ta nisim. Domethënë një person ka pyetur a mund meditimi të ndihmojë vërtet në shërimin e sëmundjeve fizike apo ndihmon vetëm në aspektin emocional? Paka shumë e përmendëm sigurisht. Po edhe në njërin edhe në tjetrën. Sëmundje fizike, le të jemi tu të qartë, nëse nuk ka diçka aksidentale, për shembull ke thi ashtin ose ke stërhequr muskulin ose ke bërë ndonjë lëndim kështu, por në përgjithësi të gjitha sëmundjet trupore kanë të bëjnë me shpirtin. Dhe këtu kam unë një thënie shumë të fuqishme. Një shpirt i shëndosh, i fortë, mund ta çojë në këmbë një trup të sëmur. Por një shpirt i sëmur mund të rrëzoj një trup të shëndosh. Kështu që duhet kemi kujdes të këtu. Gjithmonë janë të lidhura me njëra tjetër, nuk janë të ndarë. Sigurisht. Një pyetje tjetër, unë me qëllim në fakt nuk i lexoj edhe emrat sepse ka disa që janë pak më personale në momentin që kam bërë edhe pyetjet. Ka ditë që zgjohen pa motivim, pa dëshirë për asgjë. Si mund ta përdor meditimin që të gjej sërish dritën brenda vetes? Ajo drita brenda vetes është gjithmonë mirë, ka thonë si ta gjej, ajo është aty. Sugjerimi im konkret është, në mëngjes sapo zgjohesh, sapo i hap syt, mbylli përsëri, mos u largo më njëherë nga krevati, qëndro në gjendje të shtrirë në shpinë, vendosi duart në krahor, bëj disa frimarje thella dhe falenderoju për gjithçka që të vjen në mendje. Filloje ditën me falenderim, nga dita e 4 do filloj të ndryshoj energjia jote. Sigurisht. Dhe shko më herët në gjumë, dhe para se të shkosh në gjumë, minimum një orë më parë, mos përdor rrjetet sociale dhe mos bën scroll, leri ato edhe telefonin. Pak e vështirë për të gjithë ne që i përdorim kaq shumë, por që pikërisht falenderimi besoj që duhet të jetë gjithmonë edhe kur të paktën edhe kur shkojmë të flejmë edhe kur zgjohemi sigurisht. Kam frikë nga vetmia, por dëgjoj që për të medituar duhet të jesh me veten. Si mund ta përballoj këtë? Vetmia nuk ekziston për një meditues, do ta kuptosh se ti nuk ke qenë asnjëherë vetëm. Dhe nga momenti kur ne fillojmë ta qetësojmë mendjen, e kuptojmë se kënaqësia është shumë më e madhe për të qëndruar me veten se sa me njerëzit tjerë. Dhe kjo do të mësoj pastaj që më tepër ta duash veten, duke qëndruar me veten, dhe sa më i lidhur të jesh me veten, po aq më e madhe do të bëhet edhe ajo dashuria për veten, do të fuqizohet dhe më pak varësi do kesh pastaj që të kesh njerëz të tjerë rreth e përqark. Mbase më pak do i mendojmë edhe gjërat të cilat i mendojnë të tjerët për ne, apo do i japim rëndësi shumë më pak gjërat sepse e kemi këtë problem në fakt si shoqëri që ndikohemi shumë nga gjërat që thon të tjerët për ne. Po, kjo qëndron në raport të ngushtë me atë se çfarë mendon ti për veten. Sa ma i dobët të jetë raporti me veten, po aq më të rëndësishme do jenë mendimet e të tjerëve për ty, çfarë thuan. Po nëse ti ke mendime të mira për veten, i beson vetes, je lidhur me veten, je një me veten tënde, punon me veten tënde, atëherë mendimet e të tjerëve do kenë më pak rëndësi. Kjo mendimet e të tjerëve kanë rëndësi për ty, për arsye se mendimet që ti mendon për veten tënde nuk kanë rëndësi. Këtë duhet përmirësuar. Unë kam humbur dikë që e kam dashur shumë, kam lexuar se meditimi ndihmon për të pranuar dhimbjen, por si mund të meditoj kur zemra më dhem kaq shumë? Nuk ka dhimbje të përhershme. Asgjë nuk është e përhershme, as ekzistenca jonë nuk është e përhershme dhe asnjë situatë, asnjë dhimbje nuk është e përhershme. Ne duhet të bijmë dakord me një gjë, se ekzistenca jonë këtu është e përkohshme. Dhe të gjithë njerëzit që kemi afër vetes, pra edhe vetja, përfshirë aty, sot janë, nesër mund të mos jenë. Dhe të bijmë dakord me atë se ne nuk i posedojmë njerëzit, posesiviteti. Të bijmë dakord me atë se gjithçka që ne mendojmë se e posedojmë, na është huazuar dhe të kënaqemi para kësaj ne kemi mundësi. Dhe natyrisht kur ne humbasëm një person, sa më i afërt aq më e madhe është e dhimbja, ne
Përkundrazi, duhet të kalojmë më tepër momente në qetësi, sepse frikën atë dhimbjen e krijon mendja jonë, edhe krahas kësaj të kërkojmë bashkëbisedim edhe me njerëz të cilët na kuptojnë neve dhe ndajnë të njëjtën dhimbje. Kjo është e rëndësishme në ato fazat e para. Por nuk ka asnjë dhimbje që është e përhershme. Kjo do ndryshoj. Sigurisht. Një pyetje tjetër thot, a mund të bëhesh i varur nga meditimi apo muzikat e meditimit, sepse kam kohë që dëgjoj muzikë meditimi dhe tashmë s'mundem të flej pa to. Jo, nuk mund të bësh. Uroj që asnjëherë nuk do mund të flensh pa to, sepse meditim do të thotë të lidhesh me burimin edhe unë them, inshallah varsohesh nga meditimi, të varsohesh nga meditimi do të thotë të varsohesh nga të qëndruarit me hinoren, të qëndruarit me veten, dhe kjo nuk do të bëj keq. Uroj që mos varsohesh nga disa gjëra tjera, se nga meditimi po. S'është keq. Kam frikë nga pleqëria dhe nga vdekja. A mund meditimi të më ndihmoj të mos kem frikë nga fundi? Po, mund të ndihmoj, sepse nuk ka fund. Dhe nëse unë shkruaj nga 60-at, vitin e ardhshëm të festoj 60 vjetorin, edhe ndihem shumë krenar. Edhe shumë të tjera të lumtura. Falënderit, bashkë. Dhe ndihem shumë krenar, ndihem i privilegjuar nga ekzistenca që kam arritur këtë moshë. Edhe e di se një ditë do vijë fundi për këtë pjesën e dukshme time. Por shpirti nuk vdes asnjëherë. Shpirti është i përhershëm. Dhe ne, kur vjen momenti që ne e quajmë vdekje, ne e lëshojmë trupin dhe kalojmë në një dimenzion tjetër. Trupi i kthehet tokës, sepse është si toka, ka të njëjtat 108 elemente kimike që i ka toka, i ka edhe trupi, dhe trupin do ta recikloj toka, ndërsa shpirti vazhdon pastaj në dimenzionin tjetër derisa të rilind në një trup tjetër. Pra, nuk ekziston vdekja. Sigurisht, këtë në fakt e thonë edhe fet, që shpirti sigurisht që mbetet i gjallë gjithmonë. Kam dëgjuar që kur mediton sinqerisht, universi të sjell atë që ke nevojë, jo atë që dëshiron. A ke pasur ndonjëherë një moment ku kjo të është vërtetuar personalisht? Po, plot momente kam pas, sepse shiko, kur ne dëshirojmë, atëherë kjo vjen nga mendja. Dhe mendja jo gjithmonë e din se çfarë është e nevojshme për neve, sepse mendja është e ndikueshme. Ndoshta atë që ti e dëshiron e bën për arsye se e ka komshiu, shoku, miku, ka lindur nga xhelozia, nga zilia, nga smira dhe ti don ta kesh. Por dikur ajo vërtetohet se nuk ka qenë e duhura. Ndërsa kur jeti në gjendje meditative, atëherë tek ti mendja qetësohet dhe do vinë gjëra të cilat ti i meriton. Dhe më pëlqeu si e ka elaboruar në fillim, ne gjithmonë do marrëm atë që meritojmë dhe jo atë që dëshirojmë. Unë kam pasur momente të tilla plot, por ti the nuk kemi atë shumë kohë. Po, sigurisht nuk kemi shumë kohë. Tash një pyetje tjetër, kam një ndjem faj për disa vendime të së shkuarës. Si mund ta shëroj veten nga ai faj që s'më le të qetësohem? Di gjëra, në shkencën spirituale faj nuk ekziston. Faj për çfarë? Okej, kjo është e para. Ndërsa nëse e ndjen ndjenjën e fajit, është një thirrje e brendshme që ajo të çlirohet nga faji. Dhe duhet të fal nëse bëhet për një person tjetër, nëse bëhet për një situatë, nëse bëhet për veten, kjo falja më e rëndë, duhet ta fal. Dhe falja ka të bëjë me çlirimin, dhe falja nuk ka të bëjë asnjëherë me personin tjetër, po ka të bëjë me neve që ta çlirojmë veten dhe mos e bartim atë peshën e fajit gjatë tërë jetës. Okej, pyetja tjetër në fakt edhe që për të cilën ndeshim të ndalemi pak është edhe pse si popull jemi të mllefosur edhe të acaruar gjatë gjithë kohës. Çfarë bëjmë gabim? Ne si popull jemi shumë të veçantë, sipas këndvështrimit tim, dhe kemi shumë energji, madje kemi shumë energji kreative. Dhe kjo energji duhet të kanalizohet. Fatkeqësisht këtu ka nevojë që të investohet më tepër në sensin e transformimit, në sensin e punës me veten, që kjo energji të shkojë në drejtime produktive. Sepse nëse kjo energji nuk transformohet, po të transformohet ashtu siç don ajo instanca e brendshme shpirtërore, që ta konvertojë atë potencialin e brendshëm në vlerë të dukshme edhe për veten edhe për komunitetin, kjo transformohet në agresivitet dhe dhunë. Dhe mua më vjen keq se në shoqërinë tonë ka me të vërtet shpesh
shumë dhunë, do thoja shumë tani çfarën shumë, po ka dhunë dhe ka agresivitet, ka shumë raste të vetvrasjeve, ka raste të dhunshme kundrejt të tjerëve, tek neve akoma për një filxhan kafe në gjendje ta vras njerin, ose për parkingin, ose pse ja ka bua me drita, ose pse e ka shikuar shtrembët dhe gjëra të këtilla. Që do të thotë, në qenjen tonë shqiptare brenda, ka atë shumë energji të akumuluar dhe kjo energji nuk është përdorur në mënyrën e duhur, sepse nuk ekzistojnë edhe modelet të cilët neve na japën një format inspirimi për gjëra të mira. Ne kemi fatkeqësisht në shoqërinë tonë modele që nuk janë të përshtatshme për rritjen, zhvillimin, suksesin. Kemi një definicion të gabuar për suksesin, edhe kjo energji pastaj na shtyen deri tek humbja e perspektivës për së ardhmen dhe kërkon një ventil që të shpërthej dikundi. Ajo që e mbështjell të gjithën këtë është se njerëzit duhet të punojnë me veten dhe këtë energji mos e lënë që të shkojë dëm as në veten e tyre, për veten e tyre, as për të tjerët, por ta transformojnë në vepra të mira. Dhe kjo është e mundshme nëpërmjet meditimit. Si mund të kontrolloj emocionet e mia, sepse jam person empatik dhe emocionohem dhe qaj për gjëra të kota? Nëse qanë për gjëra të kota, ti pastrosh, ti mendon se janë gjëra të kota, por ti qanë dhe sigurisht pas çdo qarje ti ndihesh më lehtë, sepse ti ke në subkonsciencën tënde, pra personi që pyet, programe e bindje ose trauma nga fëmiria ose nga adoleshenca, të cilat kërkojnë që të transformohen në një energji tjetër, në më tepër jetë, cilësi jete, kreativitet, dashuri, mirënjohje, dhe për atë ndodh qarja. Dhe me sa më kujtohet ishte si çlirohem nga emocionet negative. Shiko, emocionet negative çlirohesh nga ai moment kur ti e kërkon arsyen nga vijnë ata. Duhet të bësh një pyetje, nga vijnë këta emocionet negative? Jo pse kam emocione negative, nga vijnë. Çdo emocion negativ ka për të thënë diçka, ka një lajm për ty, e para edhe e dita ai don të largohet. Por ne nuk e lëm të largohet, sepse e ushqejmë edhe më tepër dhe nuk i bëjmë pyetjet e duhura. Shumë vërtet. Ka dhe pyetje tjera, pse stresohem sa herë që më harxojnë lekët, thot dikush. Si, pse? Stresohem sa herë që më harxojnë lekët. Ishte një pyetje pak si me shaka që ka bërë personi, por që me qëllime vendosa, sepse atë që ju e thatë, ne gjithmonë stresohemi për gjërat të cilat janë materiale, por ju e thatë në fakt që nuk duhet vëmendja të jetë aty, sepse nuk do të marrim asgjë me vete në fund të fundit. Shiko, simboli i lekëve, da bëjmë një pyetje kështu. Çfarë simbolizojnë lekët? Pse njerëzit duan të kenë lek? Se kjo pyetje është shumë e thellë, ka një thellësi psikologjiko-mistike. Pse njerëzit duan të kenë lek? Për arsye se duan të jenë të lirë. Nuk është tek leku, se leku ne nuk e ham. Po nëpërmjet lekut i ofrojmë vetes më tepër komoditet, më shumë të mira materiale, mundësi për udhëtim kështu. Leku është i barabartë me lirinë. Dhe kjo ngjësi, pra ky stres që krijohet te këtij, është diçka në subkonsciencën, në atë pjesën e pavetdijshme se kur i harxhon lekët, i duket sikur e harxhon lirinë. Prandaj pikërisht në fakt edhe vendosa që ta bëj pikërisht këtë pyetje, sepse nuk është vetëm puna tek lekët, por te ajo se si e shohim në fakt edhe ne vetjetën. Po raportin që kemi me lekët. Shumica e njerëzve nuk kanë raport të shëndosh me lekët. Leku është vetëm energji. Por simboli i lekut është liria. Në fakt, kjo në fakt e lidhe dhe pyetjen që tash një pyetje tjetër, deri diku, për shembull sa është e rëndësishme të duash atë që bëm për të shmangur stresin dhe ka thënë që bëhet fjalë për punën, sepse shpesh jemi në mes të asaj që duam dhe asaj që kemi nevojë. Që ndoshta mund të lidhet kjo, sepse ndonjëherë bëjmë punë vetëm për të marrë të mirat materiale dhe jo në fakt një punë që e duam. Po, edhe nëse bëjmë një punë që nuk e duam, maksimumi që mund të arrijmë në jetë është mesatarja. Dhe është një stres i garantuar në vazhdimsi. Për atë shumica e njerëzve e urrejnë ditën e hënë. Jo se dita e hënë, po ato urrejnë në fakt punën e tyre. Fillimin e punës ose fillimin e javës. Exactly. Kushti kryesor dhe i vetmi për të arritur sukses në jetë është të qartësosh se a je duke e punuar punën që dëshiron. Nëse punon punën që e dëshiron, ajo më nuk quhet punë. Atëherë ajo
Një duke jetuar jetën, apo? Duke jetuar jetën që ti meriton. Por nëse punon punën që nuk e dëshiron, ma mirë leje. Dhe mua më thuan për shembull në punët e mia, në konsulencat që kam pas, po mjeshtër, po si ta lën pastaj, aha, do me thonë nuk ke guxim. Dhe nëse nuk ke guxim, atëherë dhe ngelesh i penduar tërë jetën. Duhet ta shikojmë këtë, sepse sipas një statistike, njerëzit, për çfarë pendohen njerëzit në çastin e fundit të vdekjes, në krevatin e vdekjes, është pendesa se nuk kam pasur mjaftueshëm guxim. Dhe nëse nuk ke guxim që ta ndryshosh punën, pra ta lësh punën që nuk e don dhe të kapësh një punë që don, atëherë vuajtjen e ke bashkëudhëtarin e përhershëm deri në frymëzjerjen e fundit. Shumë e vërtet. Ka pasur edhe disa pyetje që kanë qenë shumë të ngjashme, besoj që janë marrë përgjigje deri diku, por që minutazhi mbase edhe nuk na lejon për të vazhduar edhe më shumë, por do doja shumë për fund një thënia që ju mbase më së shumti e përdorni, një thënie që i rumbullakson mbase të gjitha këto që ju i flisni edhe gjatë trajnimeve, një thënie që ju e përdorni shumë shpesh, që të drejtohet edhe deri tek publiku sigurisht. Për ta mbyllur me një thënie të bukur. Shiko, janë disa thënie që unë përdori, po një thënie le të jetë e formatit të mantrës, është thënia se secili njeri është i veçantë. Dhe ndalo së tentuari të bëhesh si dikush tjetër, sepse kjo është metoda më e suksesshme për të sabotuar dhuratën që e ka krijuar i Madhi Zot. Shumë e bukur kjo dhe besoj që i përmbyll të gjitha edhe ato të cilat i folëm deri më tani. Mjeshtër, shumë faleminderit, me të vërtet shumë kënaqësi që ishit pjesë. Besoj që ka qenë atë që e thash edhe në fillim, ka qenë një meditim për të gjitha ato të cilët na kanë ndjekur, sepse shpesh ne kemi nevojë të dëgjojmë këto gjëra. Nuk e dim që kemi nevojë, por që kemi nevojë të dëgjojmë këto gjëra, kështu që shumë faleminderit, shumë kënaqësi që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve, ju dëshiroj suksese në vazhdim. Shumë faleminderit. Dhe ju shtot drita, shkëlqefshi gjithmonë. Faleminderit shumë, faleminderit.